Klajt, mirëmëngjes, përshëndes. Mirëmëngjes Eneda, atëherë për pak minuta pritet të fillojë seanca parlamentare e ditës së sotme, një seancë e cila ka në rendin e ditës rreth 17 pika për të diskutuar dhe që pritet të zgjasë për disa orë, përveç disa interpelancave, por dhe pyetje e përgjigje. Ajo që do të theksojmë është që ditën e sotme pritet të miratohet dhe rregulloria e re e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Partia Demokratike dhe Partia Socialiste kanë arritur një marrëveshje për ndryshime të reja në rregullore pasi gjykata kushtetuese i rrëzoi ndryshimet e bëra disa muaj më parë nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste. Këto ndryshime dhe kjo rregullore e re e miratuar dhe e gjetër konsensusin në mënyrë të përbashkët ka kaluar para pak minutash në konferencën e kryetarëve, ku palët në unanimitet kanë vendosur që ta kalojnë draftin për miratim në seancën plenare. Është pikërisht pika e parafundit e rendit të ditës ditën e sotme, pika 16, ku tashmë ndryshimet për rregulloren e re të Kuvendit të Shqipërisë do të jenë në një marrëveshje të përbashkët midis dy palëve dhe tashmë nuk do të kemi arsye për të drejtuar gjykatës kushtetuese. Gjithashtu në rendin e ditës janë, siç e thatë ju, disa interpelancë, është pikërisht interpelancë urgjente me kryeministrin e Shqipërisë zotin Edi Rama, kërkuar nga një grup deputetësh të Partisë Demokratike, interpelancë me ministrin e Brendshëm Besford Lamallai, kërkuar po nga një grup deputetësh të Partisë Demokratike, interpelancë me kryeministrin Edi Rama, kërkuar nga deputetët e Lëvizjes Mundësia, Agron Shea dhe Real Kapri, dhe interpelancë me ministrin e Shëndetësisë Evi Sala, kërkuar nga deputeti i Partisë Demokratike Sajmir Koreshi, interpelancë me ministrin e Shëndetësisë sërish nga deputeti e Partisë së Lirisë Erisa Xhixho dhe një seancë pyetje përgjigjesh po me ministrin e Shëndetësisë e kërkuar nga deputeti Erald Kapri. Gjithashtu, një tjetër interpelancë tashmë brenda radhëve të socialistëve është midis Erion Braçës dhe ministrit të infrastrukturës Enea Karakaçi. Kemi dy interpelanca për cilat zoti Braçë ka kërkuar me ministrin e infrastrukturës në lidhje me çështje të ndryshme, gjithashtu dhe me ministrin e bujqësisë, interpelancë tjetër e kërkuar nga Agron Shea dhe Erald Kapri sërish. Më pas janë disa projekt ligje për të miratuar, projekt ligji për ratifikimin e kontratës financare ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Europiane të Investimeve për punimet në infrastrukturën bashkiake për projektin Porta e Alpeve, projekt ligji për organizimin e funksionimin e infrastrukturës kombëtare të informacionit gjellhapësinor në Republikën e Shqipërisë, projekt ligji për disa ndryshime në burimet ujore, rregulloria e Parlamentit të Shqipërisë e cila pritet të miratohet dhe në pikën 17 janë pikërisht diskutime për çështje jashtë rendit të ditës. Ajo që mbetet për të parë në këtë seancë Eneda është nëse në interpelancët e kërkuara me kryeministrin Edi Rama nga deputetët e opozitës ai do të marrë pjesë dhe do të jetë i pranishëm në seancë. Në mbledhjen e kaluar të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, zoti Berisha ka lënë një porosi që nëse zoti Rama nuk del vetë dhe nuk është i pranishëm në seancë për të përballur me deputetët në këto interpelanca, ato të mos i pranojnë këto interpelanca me përfaqësuesit e tjerë të Partisë Socialiste, të cilët ai mund t'i ketë deleguar. Megjithatë do të shikojmë se çfarë do të ndodhi në seancën e sotme. Siç thash, do të jetë një seancë maraton, do shikojmë se ku do të fokusohet debati politik midis palëve, kryesisht në seancat e fundit ka qenë, por dhe në tërësi jashtë parlamentit ka qenë pikërisht procesi i integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Në seancën e kaluar palët miratuan një rezolut ku bashkoheshin për çështjen e integrimit evropian të vendit. Megjithatë, Partia Demokratike, kryetari i saj zoti Berisha, janë shprehur se procesi i negociata dhe raporti i bashkëbërkuar nga disa vende të Bashkimit Evropian për shkak të problematikave që sipas tij ka Shqipëria dhe një nga çështjet e cila le të themi ka shqetësuar vendet e Bashkimit Evropian por dhe ka bllokuar procesin e integrimit është pikërisht ajo e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Megjithatë, qeveria, kryeministri Edi Rama dhe ministri i jashtëm Ferit Hoxha kanë hedhur poshtë to pretendime duke shprehur që procesi nuk është bllokuar, por vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe Komisioni i kanë kërkuar Komisionit të Jashtëm Evropian sqarime dhe të dhëna në lidhje me situatën e Shqipërisë në procesin e negociatave. Siç e thash, seanca pritet të nisë as pak, do të kemi dhe do të shikojmë se çfarë do ndodh. Pritet vi nga momenti në moment kryetari i Partisë Demokratike zoti Sali Berisha dhe do të shikojmë
se cila le themi do të jetë fokusi e ditës sotme në këtë seancë parlamentare. E qartë. Ndërkohë, dim të çka Klajdi nëse kryeministri Rama është paraqitur ende deri në këtë çast në parlament apo do të jemi sërish në të njëjtat kushte siç kemi qenë përgjatë gjithë këtyre seancave, dhe pse ka patur kërkesë interpelance nga ana e deputetëve të opozitës. U bë disa seanca, e nda që kryeministri i vendit Edi Rama nuk ka qenë i pranishëm dhe nuk është paraqitur në seancat parlamentare të zhvilluara, megjithse ka pasur disa kërkesa për interpelancë me të nga deputetët e opozitës. Zoti Rama ka zgjedhur të mos jetë paktën në disa raste sipas kryeut të kuvendit ai ka pasur angazhime të tjera, qoftë jashtë vendit, qoftë brenda vendit. Megjithatë, deputetët e opozitës i kanë kërkuar kryeut të kuvendit që të detyrojë kryeministrin, siç e përcakton rregulloria, që të vitet paraqitet në seancë për të përballur me deputetët dhe në lidhje me problematikat që ato duan të shtrojnë në këto interpelanca. Deri në këto momente të paktën kryeministri nuk ka ardhur në ambientet e parlamentit të Shqipërisë. Nuk e dim nëse do të vi më vonë apo do të zgjidhë sërish që interpelancat për të cilat deputetët e opozitës kanë kërkuar përballje me të do të mbahen nga vetë zoti Rama apo do t'i delegohen përfaqësuesve të tjerë të qeverisë, siç ka ndodhur në raste të tjera, kryesisht zëvendës kryeministres Albana Koçiu apo dhe ministrave të linjës, për cilët deputetët e Partisë Demokratike dhe të opozitës kanë kërkuar interpelancë me kryeministrin e vendit Edi Rama. Do të mbetet për të parë se cila do të jetë zgjedhja e sotme e kryeministrit. Megjithatë, ai për disa javësh ka zgjedhur që të mos vijë në seancat parlamentare dhe të shmang llogaridhënien dhe përballjen me deputetët e opozitës. E qartë, ndër të tjera, cilat mund të jenë diskutimet më të nxehta ditën e sotme, Klajdi? Pikat kryesore që ndoshta do të kthehen në debate të forta mes opozitës dhe mazhorancës. Patjetër një pjesë e interpelancave, pikërisht ndoshta dhe ato më të ndjeshmet, kanë të bëjnë me shëndetësinë, janë disa interpelanca të cilat janë kërkuar me ministrin e shëndetësisë, Evi Sala, për disa javësh janë, le të themi, në opinionin publik dhe në media janë ngritur shqetësime dhe problematika në sektorin e shëndetësisë dhe problematika të cilat vijojnë prej disa javësh dhe ende nuk kanë një zgjidhje, me gjithë premtimet e qeverisë, por dhe propagandën për përmirësimin e kushteve për dhe shërbimin në spitalet dhe në qendrat shëndetësore të Republikës së Shqipërisë. Një pjesë e deputetëve të opozitës, por dhe mediat kanë denoncuar dhe kanë vënë në duke problematika të shumta, mungesë ilaçes, mungesë shërbimi, por dhe kushte jo optimale në qendrat shëndetësore. Pikërisht një prej deputetëve Partisë Demokratike, i cili ka kërkuar dhe interpelancë ditën e sotme, zoti Sajmir Korreshi, prej disa javësh ka denoncuar gjendjen e qendrave shëndetësore në zonën e Lushjes, të cilat sipas tij nuk plotësojnë asnjë standard dhe asnjë kriter për të dhënë shërbimin bazë për qytetarët e këtyre zonave, me gjithë propagandën e ministres së shëndetësisë, por dhe qeverisë, e cila ka trumpetuar se në Lushnjë, por dhe jo vetëm në qendrat shëndetësore, është e mundur që të ofrohet shërbimi në kushte optimale. Pasi kanë pasur një debat para disa javësh, zoti Korreshi dhe ministra Sala, pikërisht deputeti i Partisë Demokratike me disa video në rrjetet sociale ka denoncuar gjendjen në qendrat shëndetësore të zonës së Lushit, por dhe në fshatrat e kësaj zone, ku sipas tij qendrat shëndetësore nuk mund të konsiderohen të tilla për shkak të kushteve në të cilat ato ndodhen, dhe pikërisht ndoshta për këtë arsye është dhe kërkesa për interpelancë midis zotit Korreshi dhe ministres Evi Sala. Gjithashtu një tjetër, le të themi, interpelancë ka kërkuar dhe deputetja Erisa Xhixho me ministrin e shëndetësisë, por dhe deputetët e Partisë Mundësia, Agron Shea dhe Erald Kapri, të cilët kanë kërkuar interpelancë me zonjën Sala për diskutuar mbi problematikat e shëndetësisë në hapësirën dhe në Republikën e Shqipërisë. Për 13 vitesh Partia Socialiste është në pushtet, por ajo ka premtuar para 2013 që shëndetësia do të ishte falas, megjithatë onkologjiku, por dhe sektor të tjerë të shëndetësisë shqiptare kanë problematika të shumta të cilat hasen në dyert e spitalet dhe të cilat janë raportuar qoftë nga deputetët, por dhe qoftë nga mediat të cilat investigojnë, por dhe ndjekin këtë çështje në spitalet shqiptare.
E qartë. Ndërkohë, përveç asaj që pritet të diskutohet ditën e sotme, pa diskutim që një pjesë mirë të debateve të forta e ka marrë gjithmonë mungesa e kryeministrit në interpelancë. Klajdi, ne e folëm pak çaste më herët, kryeministri ka zgjedhur që të mos vijë pjesën më të madhe të herëve që është thirrur nga ana e deputetëve të opozitës. A do të jetë kjo, le të themi, një shenjë për të nxitur debat nëse kryeministri nuk do të jetë dhe do t'ia delegojë interpelancën një tjetër ministri siç ka bërë së fundmi? Patjetër, Aneta, kjo mund të jetë një çështje për diskutim dhe për debat, por dhe do të shikojmë se cila do të jetë, le të themi, vendimi, cili do të jetë vendimi i deputetëve të Partisë Demokratike, siç e thash zoti Berisha në mbledhjen e kaluar të grupit parlamentar është shprehur dhe ka dhënë një sugjerim apo një porosi që nëse kryeministri në interpelanca të cilat janë posaçërisht për të zgjedh që të mos paraqitet në seancën parlamentare, atëherë edhe deputetët e opozitës të mos pranojnë që të zhvillojnë këto interpelanca me persona të tjerë të qeverisë, të cilët mund të delegohen nga kryeministri me motivacionin për të shmangur këto interpelanca, llogaridhënien, po dhe përballjen me deputetët e opozitës, pasi është e disata javë, disata herë që kryeministri i vendit Edi Rama, megjithëse në rendin e ditës ka disa pika dhe disa interpelanca të cilat janë kërkuar përballë tij, ka zgjedhur që të mos paraqitet në seancë, të shmang këto interpelanca dhe t'ia delegojë përfaqësuesve të tjerë të qeverisë. Megjithatë, dhe vetë diskutimi si me kryeministrin, por edhe me përfaqësuesit e tjerë të qeverisë nuk është i njëjtë pikërisht për deputetët e Partisë Demokratike, të cilët konsiderojnë si përgjegjësim kryesor thuajse të gjitha çështjeve për të cilat Shqipëria ka problematika të shumta, konsiderojnë kryeministrin e vendit Edi Rama, i cili për 13 vitesh drejton Shqipërinë dhe për 13 vitesh Partia Socialiste është partia e cila ka mazhorancën parlamentare në vend dhe ka drejton institucionet kryesore. Pikërisht kjo mund të jetë, le të themi, një pikë e debatit, megjithatë në disa seanca deputetët e Partisë Demokratike dhe kryetari i grupit parlamentar të saj, zoti Gazmend Bardhi, ka kërkuar nga kryeju i Kuvendit zoti Peleshi që t'i kërkojë kryeministrit që dhe ta detyrojë që të paraqitet në këto seanca, duke marrë për bazë rregullore në Kuvendit, e cila e detyron kryeministrin e Shqipërisë që të përballet me deputetët në interpelancat që ato kanë kërkuar. E qartë. Mirë, Klajdi, të falenderoj shumë për gjitha këto informacione.